Gjykata Lezhës ka lëshuar këtë të mërkuar 9 masa sigurie në kuadër të një hetimi të gjerë për tjetërsim pronash dhe ndërtime pa leje në zonën turistike të Ranës së Hedhun. Sipas burimeve zyrtare, në këtë skem dyshohet se janë përfshirë ish zyrtar të institucioneve vendore, punonjës të administratës publike dhe një efektiv policie, ndërsa hetimet po vijojnë për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Bëhet fjalë për një hetim të nisur rreth 3 vite më parë, që lidhet me ndërtime të paligjshme dhe tjetërsim pronash në zonën e mbrojtur të Ranës së Hedhun, ku më parë janë dënuar dhe zyrtar të tjerë për çështje të ngjashme. Hetimet vijojnë në drejtimin e prokurorisë së Lezhës, e cila pritet të sqarojë rolin e secilit prej të dyshuarve në këtë çështje të rëndësishme, që lidhet me abuzimet me pronat në një prej zonave më të njohura turistike të vendit. Ndërkohë që po këtë të mërkuar, policia Lezhës njoftoi finalizimin e operacionit në zbatim të një vendimi të gjykatës së posaçme për sekuestrimin e një serë pasurish të përfituara nga veprimtari kriminale. Gjatë një jave u konfiskuan 13 pasuri të paluajtshme, toka me sipërfaqe më shumë se 80.000 m2 në Ranë të Hedhun, Ishull, Lezhë, Tale dhe Vajin, si dhe 7 pasuri të ndodhura në bregun e Lumit Drin dhe në fshatin Ishull Shëngjin, me sipërfaqe totale mbi 15.000 m2.